Kalu 73 ditë prej përfundimit zgjedhjeve. Kanë kalu 27 ditë prej kur janë certifiku këto zgjedhje dhe që është dashur me marrë një mandat edhe për themelimin e qeverisë, dhe ne ende nuk kemi institucione të themeluara, të buruara nga verdikti i qytetarëve nga zgjedhjet e nëntëshkurtit, sepse lëvizja vetëvendosje cilës i takon ta propozoj kryetarin e kuvendit ka vendosur që ta mbajë peng shtetin për shkak të tekeve të tyre për një emër të përveçëm. Unë e përsëris atë që e kemi thënë si Partia Demokratike të Kosovës edhe para 2 ditësh. Lëvizja vetëvendosje i takon ta propozoj kryetarin. Nëse i ka votat dhe ka kriju shumicën parlamentare, atëherë mundën me zgjedh kënd të dëshirojnë, por nuk mundën të imponojnë për votuesit, për deputetët e opozitës, emrin ashtu siç po kërkojnë. Mentaliteti arbitrar i marrjes së votës me zër nuk ka vend në një sistem demokratik. Ky mentalitet që ne kemi pasur shpërfaqur edhe në zgjedhje nuk kalon. Sepse edhe në zgjedhje, vetëm që nështë s'kam pas ofertë, po kam pas kërkesë, ka qenë lëvizja vetëvendosje që kërkon të numër të votave. Edhe sot po vim për na i kërkojnë votat neve. Nuk merret vota me zor. Ne jemi këtu, do të ishim gatshëm edhe sot me shqyrtu një kandidaturë tjetër, jemi të gatshëm mos me prit 48 orë, sepse s'është obligative me shku 48 orë. Rregullorja thotë jo më vonë se 48 orë. Do të kishim mund me u taku prap nesër, kishim mund me u taku prap masdite. Le të sjellin një kandidat apo kandidate që vërtet mund të jetë më e pranueshme për opozitën. Dhe ju e dini që tashmë një nga kolegët e mi opozitor, nga ajo që kam dëgjuar, ka dhënë propozim për 2 emra caktuar. Sikur të thotë lëvizja vetëvendosje më shpejt situatën, ata tash e dinë saktësisht që s'po 2 kandidatë nga grupi tyre parlamentari marrin votat e mjaftueshme. Por po duket që qëllimi i tyre është me vazhdu blokadën për çka shprehje çardhje dhe realisht jemi në një situatë nga e cila duhet të dalim, por që hapi i parë takon pikërisht lëvizjes vetëvendosje. E para punës ky takim është pa mandat, sepse po vazhdon një njëjta logjik e thirrjes së takimeve konsultative, të cilat nuk i takojnë kryesuesit të seancës. Por pikërisht duke munduar me dhënë kontribut për dalje nga kjo situatë, ne kemi marrë pjesë aty. Po ka qenë një takim nga i cili s'ka asnjë produkt. Ka qenë takim i këtij mentaliteti që bëhet atë.